drejtorit, e pastaj derisa të bëhet kalkulimi i votave del KQZ-ja mund shkoj me javë, ju dini se si e kemi një KQZ pak të ngahët, e pastaj koalicioni dhe kjo do të ishte e mirë që buxheti të votohet dhe mos pritet kemi ndonjë problem në të ardhmen, po zonë nëse vonohet krimi i qeverisë. Edhe një pyetje unë pastaj do të kanë mundësi edhe komentatorët këtu të interferojnë. A besoni që Vetëvendosja do del me komuna më mirë se PDK-ja, apo do t'jetë paraforësisht aty të PDK-ja të LDK-ja? Ne, spari duhet me cekët dhe Fidani ju ka tregu juve, ja ka dhënë analizën dhe diagnozën para një jave. PDK-ja, ashtu si që është në nivelin qendror, tashmë shtri në nivelin lokal. Për herë të parë, në komunat të cilat veç kemi qenë, kemi fituar ben shumë pa balotazh, për 71 vota në Gjilan nuk e kemi marrë konfirmimin pa balotazh, dhe në 12 komuna pra jemi në balotazh dhe besoj që shumicën e tyre do t'i fitojmë. Dhe kjo është tregues që menaxhimi i mirë në nivelin qendror ka tregu që edhe në nivelin lokal qytetarët e kanë përqafuar, janë komuna Podujeve, Shkimes dhe komuna e Kamenicës, por edhe Gjilanit për 71 vota mbeti. Dhe unë besoj shumë që Prishtinë, Mitrovicë dhe gjitha komuna tjera do t'i fitojmë dhe nga dal lëviza Vetëvendosje nga niveli qendror po shtrihet në nivelin lokal, sepse ju e dini opozita se çka thoshte vitin 2001 lëviza Vetëvendosje i fitoi 50%, por i fitoi vetëm 4 komuna. Ndërsa tash kemi 3 komuna dhe i kemi 12 tjera ku jemi duke garuar në balotazh. Okej, Visar Xhani i pari po. Përshëndetje. Kryeministin e dëgjova kur tha që me hajrën kryetar do të fillojmë financimin me njëherë të unazës së jashtme të Prishtinës. A i bjen kjo që nëse nuk kemi hajrën kryetar nuk ka financim? Absolutisht jo. Ju e keni ndëgjuar Kuran Muratin kur ka deklaruar. Po tregoj tash fundit para pak ore që dëgjova kryeministrin, edhe për mua ka nevojë një qartësi kogja shumë të qytetar. Apo më lejon me të përgjigj tash? Po, absolutisht. Kështu. Kuran Murati, ministri i Financave, ka deklaruar publikisht në takimin me përparim Ramën, edhe disa herë ka thënë që ne i kemi thënë që sa më shpejt të fillon shpërndësimin e toka, se ku do të filloj do të thotë në hapësira të caktuara dhe asnjëherë nuk ka filluar ky proces. Po ky proces shkon sipas ministrit Financave në takimin që ka pasur me përparim Ramën, asnjëherë përparim Rama nuk i ka bërë përgatitjet për shpërndësimin e tokave për unazën e jashtme të qytetit. Mund t'i gjeni deklaratat e ministrit Financave ku thotë se ne kemi kërkuar që të filloj, por asnjëherë nuk ka pas iniciativë nga kryetari i komunës për fillimin e shpërndësimit të tokave në komunën e Prishtinës. Andaj asnjëherë qeveria e Republikës Kosovës nuk e ka penguar, por nuk i ka filluar vetë projektet zoti përparim Rama. Dhe tashmë ky duhet ta keni parasysh që kryetari përparim Rama asnjë çerdhe nuk e ka miratuar të qeverisë qendrore. Ne kemi kërkuar mbi 2 prona që qeveria e Republikës Kosovës të investojë në komunën e Prishtinës dhe nuk ka lejuar me vite të tëra. E lemo të fillojmë për procese tjera të mëdha. Andaj unë mendoj që asnjë zyrtar apo minister, por edhe kryeministri nuk e ka penguar përparim Rama të filloj proceset e ndryshme, duke filluar nga pronat për qerdhe e deri te pronat për unazën e jashtme të qytetit. Bajqinovsja nuk ju frikson një koalicion i mundshëm LDK-PDK në Prishtinë? Unë mendoj që është besoj shumë që qytetarët e Prishtinës tashmë veç e dinë që kryetari i jashtëm i Prishtinës do të jetë Hajrullah Shehu dhe se unë nuk besoj më që do të ketë koalicione të tilla, të mëdha apo të vogla, apo të mesme, me parti minore të mesme apo edhe të mëdha, që do të mund të bëjnë rezultatin të ndryshojnë, sepse unë besoj që e kemi pas një njeri të cilën e kanë lavdruar nga Londra për 4 vjet, kur në vitin 2021 ju e dini se çfarë epitetesh i kanë dhënë arkitektit nga Londra, por e pa për 4 vjet që nuk ishte në gjendje të bëjë një rrugë si duhet, e lemo të kemi në projekt madhor në kryeqytet. Unë besoj shumë që qytetarët e Prishtinës
pa marrë parasysh cilat parti politike i kanë votuar.